Tre janë ato shtyllat kryesore në të cilat mbështetet suksesi një fushate elektorale. E para ka të bëjë me aleancën që krijohet, dhe ne kemi krijuar një aleancë me mbi 20 parti, e udhëhequr nga Partia Demokratike, Aleanca për Shqipëri Madhështore. E dyta ka të bëjë me ekipin e kandidatëve, një ekip që në qarkun e Vlorës është mirë pritur në të gjitha ato grupimet të mbështetëse të Partisë Demokratike dhe përbërëse të Partisë Demokratike dhe të partive të tjera aleate të Partisë Demokratike, dhe e treta ka të bëjë me programin. Programi sot është shumë i rëndësishëm sepse dhe demagogjia dhe propaganda e Ramës mbështetet në një fakt të vetëm. Fakti që ose s'ka program të vetë, ose e plagjon, e kopjon nga Partia Demokratike dhe nuk do të paraqitet para qytetarëve shqiptar me program, për arsye se programi i 2013 e ka nxjerrë atë lapuriq përpara shqiptarëve, e ka imponuar Ramën që të kërkojë gjithmonë ta denigroj fushatën, ta fusi në batuta, në tepsi, kusi, timon, apo në zhargone. Akronime që në rast se Rama ka 1, 2 e 5 në Labëri, në veçanti dhe në qytetin e Vlorës ka me 10 dhe me 100. Përveç bizneseve dhe biznesmenve që ja arrin vetë, në programin e Partisë Demokratike janë menduar 3 shtylla kryesore të cilat besohet që do të ndihmojnë në realizimin ose në implementimin e Made in Albanias. Dhe para janë startupet dhe inovacioni, pra shoqërit apo ndërmarrje të cilat krijohen për herë të parë, dhe ato që janë inovative në fushën përkatëse. E dyta është sipërmarrja e të rinjve dhe grave, për të cilat parashikohen lehtësira fiskale, edhe për sigurimet shoqërore, edhe për taksat. Dhe e treta janë projekte zhvillimore të emigrantëve, të cilët kthehen, është bërë një fushat për votën e emigrantëve dhe natyrshëm edhe diçka u është premtuar atyre që për 5 vitet e para do të jenë pa taksa. Por ky projekt madhështor që neve kemi si Parti Demokratike fillon me një sentencë shumë të thjeshtë. Ne fillimisht etapën e parë të këtij programi kemi kthimin në normalitet. Kemi bërë gjëra të cilat nuk na i kanë bërë as pushtuesit. Marrim reformën territoriale. Nga 383 njësi vendore janë katandisur 61 njësi, të cilat janë quajtur bashki dhe janë lënë jashtë administrimit juridik, shtetëror, qindra, mos themi mijëra, komunitete vendore në përfshatrat të përafura në gjithë Shqipërinë. Për Partinë Demokratike, shteti ligjor është kushti të gjitha kushte për ta bërë Shqipërinë sërish të madhe. Kusht patjetër për shtetin ligjor dhe për Partinë Demokratike është edhe realizimi me sukses i gjithë programit të Partisë Demokratike, duke mbështetur kryesisht dhe veçanërisht tek shteti ligjor. Ne dhe Partia Demokratike do të ofrojmë mundësi të barabarta për secilin qytetar për të respektuar të drejtat e njeriut, sundimin e ligjit duke respektuar pavarësinë dhe ndarjen e legjislativit, të ekzekutivit dhe të gjyqësorit. Ato që edhe zoti Aslani i tha, sepse ne kemi parë rëndom që legjislativi është kthyer në një veglë të ekzekutivit, pra Rama dhe qeveria e tij çojnë ligje vetëm sa për të formalizuar në kuvendin e Shqipërisë, dhe nuk ka aty asnjë debat përveç debateve që zhvillohen Partia Demokratike dhe deputetët e saj, dhe që normalisht kanë pasur gjatë gjithë kohës alternativën e tyre, por ne kemi parë rëndom që kartonmbajtësit ose deputetët e mazhorancës thëriten edhe në orët e vona të natës në kuvendin e Shqipërisë për të miratuar dhe për të certifikuar ligjet që çon ekzekutivi tek legjislativi. Patjetër pushteti gjyqësor, sepse pushteti gjyqësor është një pushtet i cili duhet të jetë i pavarur, ne kemi parë rëndom që njerëzit kanë problematika të jashtëzakonshme dhe ndërkohë qeveria apo eksponenti i qeverisë bëjnë pjesë e reformave ose pseudo-reformave për ta kapur sistemin gjyqësor dhe për ta kontrolluar atë. Jo vetëm sa i përket problematikave që hasin qytetarët me sistemin gjyqësor, por në ato çështjet kardinale që ka të bëjnë gjithmonë me zbatimin e shtetit ligjor. Partia Demokratike do të ofrojë ruajtjen e rendit kushtetues dhe të sovranitetit, angazhim për decentralizimin e institucioneve në të gjitha nivelet në mënyrë që pushtetet të jenë sa më afër qytetarit, duke vazhduar në konceptin e zotit Aslani sa i përket pushtetit vendor, është një pushtet i cili për fat keq dita ditës u mbet kompetencat e tij ka marrë pothuajse të gjitha qeveria shqiptare dhe kryesisht Rama, ai tashmë është bërë edhe kryetari i dhënies së lejeve të ndërtimit, po ti shikoni gjitha lejet e ndërtimit mbajnë firmën e Edi Ramës.